fansat e parashqivisë Simakut, e cila pritet që të bëj një koncert në Shqipëri, në shtator. Kështu që një rikthim i parashqivisë edhe besoj të gjithë fansat e saj janë shumë të lumtur dhe mezi po presin shtatorin. Këtë gjë e konfirmoi Eltoni Liriani në Opinion. Foli pak edhe pse ka dështuar parashqivia në Hollywood, të cilat unë nuk i besoj sepse ajo nuk i mban mend. Që ti thot Iliriani. Ajo nuk e kuptoj pse po e sforcojnë kaq shumë këtë parashqivin të bukur. Tani, kjo ka pasur atë momentin e vet, si të gjithë, të shkëlqimit. Fatkeqësisht rrjedha e jetës nuk i mori ashtu siç ajo e meritonte. Të ishte dhe nuk është as e para se fundit. Po unë mendoj ta linin ato hallet e veta, sepse ajo vërtet performon, po truri i saj është sigurisht në familje, me burrin dhe fëmijët, me djalin domethënë. Unë mendoj se janë duke bërë shumë keq që po e sforcojnë kaq shumë dhe janë duke u treguar fansat në këtë rast jashtëzakonisht shumë egoist. Sepse vetëm se kanë atë imazhin e parashqivisë duan ta sjellin prap. Po ajo aq ishte, çdo gjë ka një cikël. Cikli i saj mendoj se mbyllet edhe është sforcim i tepërt. Njëherë te kjo kënga, saçi më doli një pjesë në TikTok që se kanë mbyllur akoma. Kishte ca pastirma ca gjëra që si kishte për tekstin Eltoni Liriani. Kështu që mirë, ne do të presim, do shohim se çfarë do të ndodhi edhe po e bëjnë që po e bëjnë, paktën ta bëjnë një shfaqje të bukur.